Kthehemi edhe një herë flasim tek pritshmëritë e zhvillimeve në Kosovë në ditën e fundit të përpjekjeve për të zgjedhur një president konsensual. Rit Berisha është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Rit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të juve. Mirë, çfarë po ndodh në orët e fundit në Kosovë? Duket se tashmë ofertat kanë ndryshuar nga ana e vetëvendosjes, ndërsa Lumir Abdixhiku ka sfiduar ish aleatin e Vjosa Osmanit për ta rivotuar atë për presidente. Asnjë gjë e pazakon nuk po ndodh për te lajmeve që thuajse jap repriza për audiencën kudo që i ndjek ato. Kosova po shkon në zgjedhje të reja të parakoshme vetëm për një arsye të vetme, sepse partia e zotit Kurti objektivisht nuk pati vullnet që ta mbështes ish presidenten Osmani dhe për një mandat të dytë. Edhe tani, ndërsa po flasim në këtë lidhje direkte nga Prishtina, partia e zotit Kurti ende nuk po operon politikisht me arsyetimin pse vendosi të shkput raportin që pati me partneren e saj shumë të rëndësishme politike, zonin Vjosa Osmani. Aq që rëndësishme ishte zonja Osmani, sa që me 14 shkurt vitit 2021, duke u bërë bashkë ajo me zotin Kurti, fundosi ish partinë e saj politikisht për koston e interesave të kryekputës saj. Dhe ku jem sot? Sot jem kur partia zotit Kurti ende nuk po gjen arsyetimin e plot sepse shkëputi, pse braktisi vullneti politik për ta mbështetur me tutje Vjosa Osmanin. Mbështetësit e binomit Osmani Kurti, ata që masovikisht dhanë votën për këto dy figura, me 14 shkurt 2021, duket që më e din qartë, e din fare mirë se zonja Osmani nuk u mbështet nga zoti Kurti, por nuk po e kuptojnë thelbësisht arsyen pse zoti Kurti nuk e mbështeti atë. Dhe kam idenë që gjithë debati publik do të reduktohet në këtë fushat zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme midis zonjës Vjosa Osmani dhe zotit Albin Kurti dhe eksponentëve të tij politik. Kosova po shkon në zgjedhje për një arsye të thjeshtë, sepse zoti Kurti vendosi të operoj me truçet e ndryshme politike, të cilat asnjëra as tjetra u panë që nga fillimi se nuk janë mirëfilli ide politike që të shojnë rreth shmangjes së zgjedhjeve të parakoshme. Po, duam fakti marrë një nga një. Po e nis që nga fundi janari, fillim shkurti, kur nisën këto bisedimet për president, PDK-ja i kërkoi zotit Kurti që t'ja lër këtij subjekti politik propozimin për president, pra një president, një figurë jo politike, por që do të vinte nga Partia Demokratike. Zoti Kurti nuk e bëri këtë gjë, duke kërkuar emrat, më pas filloi negociatat paralele, pra sa me PDK-n, sa me LDK-n, por prap kërkonte që të kishte të dyja në koalicion. Ndërkohë, në propozimin e fundit që vjen përmes rrjeteve sociale, as me deklarata publike jo, është që partitë opozitare të sjellin kandidat. Gjatë kësaj kohe ka pasur oferta për bashkëqeverisje dhe për gjitha. Pra është harxuar gjithë kjo kohë nga shkurti deri në fund të prillit për të rikthyer edhe një herë atje ku ishte piknisja, pra tek propozimi që do të sillnin partitë opozitare. Pse gjithë kjo lëvizje dhe gjithë kjo kohë për të rikthyer aty ku duhet kishte, po them, nëse kishte këtë dëshirë zoti Kurti, ta bënte që në shkurt? Po të donte, jam shumë i bindur në këtë që po e them, po të kishte vullnet mirëfilli politikisht zoti Kurti për ta shmangur procesin e jashtëzakonshëm zgjedhor, po të kishte mirëfilli vullnet politik zoti Kurti që moti nuk do të diskutonin fare për temën e presidentit. Kam idenë që zoti Kurti
nuk e kishte dhe nuk e ka ende këtë vullnet. Gjithë procesi i bisedimeve të Kurtit me PDK-n, LDK-n, u bë në një klim tërësisht jo transparente. Për mu është e habitshme se si zoti Hamza dhe zoti Abdi Gjiku planuan të shkojnë në takime me zotin Kurti, pa u siguruar që gjitha të takime do t'jenë nën observimin e kamerave, nën observimin e gazetarëve, në mënyrë që të mos krijohet asnjë lloj dileme mbi orvatjet e njërit apo tjetrit se kush po mban fajin për dështimin e bisedime për president. Të mos harrojmë, zoti Kurti ka fituar mbi 51.1%. U konstitua kuvendi, u zgjodh qeveria, mori mandatin votbesimin nga kuvendi dhe e vetmja temë në tavolinat e politikanëve ishte tema presidentit. Dhe tani po dalin ide të ndryshme politike që zoti Kurti po u ofron LDK-s e PDK-s u ofroi në fakt ide se si të bëjnë ndrime pozitash, se si njëra apo tjetra sparkojnë me pushtet dhe refuzuan si LDK dhe si PDK. Unë kam pak të paqartë për këto dy parti politike, për krerët e këtyre dy partive politike, si nuk arritën të lexojnë nga fillimi të vullnet të zotit Kurti, por shkuan në takim me të, pa u siguruar se ai nuk do t'i përdor këto takime vetëm për argument justifikimi para qytetarëve të Kosovës. E kam të habitshme. Nuk besuan të zoti Kurti që ai një mend dhe mirëfilli dëshiron t'i shmangë zgjedhjet e parakoshme, besa kem parë dhe aso deklarata ta zëm nga shefja grupit parlamentar të LDK-s kur Lumir Abdi Gjiku po takohej me zotin Kurti dhe kur po ndodhte një proces tërësisht jo transparent i bisedimeve, zonja Lushaku Sadriu, shefi i grupit parlamentar, kishte deklaruar që është e lumtur të shohë një kurs të ndryshuar të zotit Kurti, teksa ju referonte atij për vullnetin që kishte për shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe të kemi kësi politikanë që nuk lexojnë qartë situatat, nuk po e çojnë qartë mesazhin para qytetarëve, etj. Prandaj unë e thash në fillim, Esmeralda, që gjithë debati e kam idenë që mund të reduktohet në replikat në diskursin midis zonjës Vjosa Osmani dhe zotit Kurti në këtë proces të parakohshëm. Shpresa gjithmonë vdes e fundit, kështu që ndoshta edhe zonja Lushaku ka besuar deri në fund që mund të ketë ndryshuar diçka. Politikanët duhet ta kenë dhe intuitën, nëse deri atje Lidhja Demokratike e Kosovës deklaronte se me zotin Kurti pare nuk mund të kemi konfidencë të asnjë procesi, sepse e ndante përvojën e atij koalicionit vitit 2019 kur zgjati vetëm pak ditë, më pak se 2 muaj. Dhe kur e kemi parasysh që edhe në kohë zgjedhjesh, zoti Kurti kishte deklaruar që nuk mund të hynte në koalicion me LDK-n sepse ai koalicion do të përfundonte brenda pak orësh, atëherë gjithë historia e deklarimeve publike që bëri Kurti dhe LDK nuk po ma nxjerrin bilancin se ç'ndodhi midis këtyre dy. Politikanët që kanë intuit, duhet ta lexojnë sakt procesin, duhet i lexojnë sakt profilet politike të politikanëve. Dhe unë kam idenë që edhe PDK, edhe LDK shkuan në takime të zotit Kurti vetëm për të kompenzuar, nëse mund ta them mëkatin që ata e kishin ose e përjetonin si tillë nga zgjedhjet e 20 dhjetorit 2025.